Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Punoj në një supermarket në Tiranë dhe çfarë zbulova më bëri mos të ble më kurrë në Shqipëri. Nuk kam menduar kurrë se do të më ndodhte mua të shikoja nga afër si manipulohet ushqimi që njerëzit blejnë me besim çdo ditë. Por gjithçka nisi shumë thjesht me nevojën për punë. Unë jam Erisa, 26 vjeç, nga Tirana. Pas pandemisë u gjenda pa punë dhe me qira për të paguar. Një mikesh më tha që një supermarket i njohur po kërkonte punëtore magazinash. Paga nuk ishte shumë e madhe, por ishte diçka e qëndrueshme. Nuk e mendova gjatë, u paraqita, bëra një intervistë të shkurtër dhe më pranuan. Ditët e para ishin normale. Zgjohesha herët, vishja uniformën, baja flokët të lidhura dhe qeshja me klientët. Kisha filluar të njeha kolegët, disa prej të cilëve punonin prej vitesh. Por pas një muaji fillova të kuptoja që diçka nuk shkonte. Ishte një mëngjes i ftohtë dimri kur pash një koleg duke hequr etiketat e datave të skadencës nga disa produkte qumshti. Ai fshinte me një leckë të lagur dhe më pas vendoste etiketa të reja, me një datë të shtyrë më shumë se 20 ditë. Mbeta pa fjalë, e pyeta me shaka: "Çfarë po bën Genti, po i rinojmë ushqimet?" Ai qeshi dhe më tha: "Pusho, kështu bëhet gjithandej. Këto janë akoma të mira, thjesht nuk duhet të hidhen kot." Në atë moment mendova se ndoshta kishte të drejtë, por kur më vonë pash të njëjtën gjë të ndodhte me mishin e grirë, më hyri frika. Mishi kishte marrë ngjyrë të çuditshme dhe frigoriferi ku mbahej shpesh ndizej dhe fikej për të kursyer energji. Një ditë kur ishim vetëm, menaxheri më tha: "Mos i hap ato qese përpara klientëve, vetëm nxirr nga ato që janë sipër." U kuptuam pa folur më gjatë. Ato që ishin poshtë ishin produkte të vjetra, shpesh të rilyera me pak vaj për të dukur të freskëta. Në supermarketet e mëdha, produktet që dalin nga afati nuk hidhen asnjëherë. Ato rikthehen në jetë. Ka një dhomë të vogël pas frigoriferëve që quhet magazina e kthimeve. Aty ndodhte magjia, ose më mirë le të themi mashtrimi. Në një cep ishte printeri i etiketave. Aty vendoseshin datat e reja të skadencës. Produktet me skadencë të kaluar fshiheshin mirë. Etiketa e vjetër hiqej me kujdes dhe ngjitej një e re me një afat të shtyrë. Nëse kontrolloni me saktësi, mund edhe ta gjeni vetë këtë detaj. Askush nuk e denonconte, askush nuk e thoshte do të hapur, sepse nuk guxonte njëri, aq më tepër që largoi direkt nga puna të nesërmen. Me e keqja ishte me mishin. Në frigoriferimin e pasëm, mishi që fillonte të marrë erë, shpëlaj me ujë me uthull, thahej dhe futej sërish në ambalazh. Kishte raste që shtonin dhe pak ngjyrues që të dukej më i kuq. Një ditë, një zonjë moshuar bleu mish të grirë dhe u kthye pas dite e zemëruar. "Më nxiu tiganin më i bi, nuk është i freskët." E kuptova menjëherë pse, por nuk mund t'i thoja gjë. I ndrrua me të ri dhe ajo iku e qetë. Kur u kthye menaxheri, ai më pa dhe më tha me një sy që s'të lejonte të flisje: "Kujdes me fjalët, mos na bëj reklam të keqe." Edhe peshku i freskët kishte trukun e vet. Kur vinte nga magazina i spërkasnin me ujë me pak limon që të shkëlqente më shumë, edhe pse ishte i vjetër disa ditë. Në fund të ditës, edhe për bukën, buka që nuk shitej vendosej në një qese plastike, ngrohej pak në furrë të nesërmen dhe dilte sërish si e sapo dal. Pas disa muajsh çdo ditë në punë më dukej si mëkat. Kur shija familje me fëmijë që blinin produktet që unë e dija që ishin të rinovuar, më vinte të qaja. E ndjeja që isha pjesë e mashtrimit edhe pse nuk kisha dorë në të. Një ditë ula në dhomën e pushimit dhe i thash njërës prej kolegeve: "Po sikur një ditë na kapin?" Ajo qeshi: "Ne nuk kapemi, edhe kontrollorët marrin shportën e dhuratave." E kuptova që korrupsioni nuk ndalej te frigoriferi. Ishte shumë më lartë. Vendosa të largohem. Atë ditë që u largova, nuk lash asnjë shpjegim. Thjesht dorëzova uniformën dhe dola pa kthyer kokën pas. Nuk erdhuroja dot më idenë se isha pjesë e asaj fasade ku çdo gjë dukej e rregullt, por prapa ndodhnin gjërat që rrezikonin shëndetin e njerëzve. Tani sa herë shkoj në një market, nuk shoh raftet njësoj. Nuk besoj më etiketat, nuk besoj datat.
E di shumë mirë se çfarë fshihet pas tyre. Ndoshta dikush do të mendojë se po e egzagjeroj, por unë e kam parë me sytë e mi, dhe që atëre asnjë paketim i bukur nuk më mashtron më.